Në kapelën Sistine, aty ku u zgjosi kreu i ri i Kishës Katolike, Papa Leoni XIV mbajti të premte një mesh për kardinalët, cilën e nisi duke puthur altarin dhe duke ecur rreth tij me temjan. Në fjalën e tij që e nisi në gjuhën angleze dhe më pas e vijoi në italisht, aty i shenjtë u shpreh se Kisha Katolike duhet të ndriçonte netët e errta të botës dhe se duhet të gjykojë nga shenjtëria e antarëve dhe jo nga madhështia e ndërtesave të saj. Zoti më ka thirrur përmes jush që të pasoj princin e apostujve dhe më ka besuar këtë thesar, që me ndihmën e tij të jem administratori i devotshëm i këtij thesari për hir të trupit mistik të Kishës, në mënyrë që Kisha të jetë një ark shpëtimi që lundron ujërat e historisë dhe një pishtar që ndriçon netët e errta të kësaj bote. Papa Leoni XIV kritikoi faktin se njerëzit vlerësonin më shumë teknologjinë, pushtetin dhe parat, në vend të besimit në Zot. Një mungesë besimi që shpesh në mënyrë tragjike shoqërohet me humbjen e kuptimit të jetës, neglizhencë të mëshirës, shkelje alarmuese të dinjitetit njerëzor, krizë në familje dhe shumë plagë të tjera në shoqëri. Atë i shenjë gjithashtu paralajmëroi ata që Jezusin e paraqesin si një lider karizmatik me fuqi të jashtëzakonshme. Pavarësisht se vlerësohet si njeri, Jezusi shpesh paraqitet si një lloj udhëheqësi karizmatik apo supernjeriu. Kjo është e vërtetë jo vetëm mes jo besimtarëve, por edhe më shumë të krishterëve të pagëzuar, të cilët përfundojnë duke jetuar jetët e tyre de facto në ateizëm. Vatikani ndërkohë publikoi të premten pamje të dokumentit përmes të cilit Ati i Shenjtë pranon pushtetin që i është dhënë, me emrin e zgjedhur Leoni XIV, të realizuar nga mjeshtri e akteve liturgjike papnore që vepron si notar.